Ndryshe nga promovimet e zakonshme në podium, shkrimtari Liridon Mulaj zgjodhi organizimin një trojeze për promovimin e librit të tij të pestë, këtë herë në prozë, të titulluar Net dhe mjalt në qendër rinore Arka. Ai thotë se vetë titulli ka domethënien e tij të veçantë, të cilën e ndau me lexuesit. U vendos Net dhe mjalt për shumë arsye. E para sepse nata simbolizon edhe errësirën ose atë terrin ekzistencial brenda personazhit. Por duke e rilexuar romanin tim pas shkrimit, kuptova që 90% e ngjarjeve bëhen natën, janë natën, dhe nata është habitati i personazhit. Mjalti pastaj do zbulohet gjatë leximit, ka pjesën e vet kryesore aty, kështu që mendova Net dhe mjalt do ishte një titull më përfaqësues. Pavarësisht se përparimi i teknologjisë së informacionit ecën me hapa shumë të shpejt, rëndësia e leximit të librave mbetet e pazëvendësueshme, thekson Mulaj, i cili kujton se për këtë duhet marrë si pikë referimi vendet më të zhvilluara. Në fakt nuk është se erdhi teknologjia dhe na gjeti ne me libra në dorë dhe pastaj lam librat morëm teknologjinë. Teknologjia erdhi na gjeti pa libra në dorë. Pra na gjeti bosh. Dhe sigurisht duke qenë bosh ne ju dham asaj. Unë mendoj që leximi është disiplinë. Dhe nëse ne shohim si disiplinë, atëherë nuk do të ketë një problem, sepse Gjermania, shumë shtete të tjera të Europës kanë një përqindje shumë të lartë leximi. Kalojnë mbi 60% çdo vit lexues. Kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë teknologji dhe avancim, por ata kanë disiplinë, sepse të lexosh është njësoj si kur të bësh vrapin e mëngjesit, është njësoj si kur të bësh detyrat e shtëpisë, është njësoj si të konsumosh atë kafen me misht ose tash një drekë, pra është pjesë e rutinës ditore. Promovimi i këtij libri u shoqërua edhe me interpretime nga pjesët e tij nga aktoreja Merita Smaja, ndërkohë që të pranishmit e vlerësuan Mulajin si një ndër romancierët më të spikatur të brezit të sotëm të shkrimtarëve shqiptar. Liridon Mulaj, fal talentit të tij në krijimtarinë letrare, është fituesi i disa çmimeve kombëtare dhe konkurseve europiane.